Një e vërtet mund të dalë në dritë për këto shenja. Ka momente kur disa gjëra që kanë qenë të paqarta për një kohë të gjatë fillojnë papritur të marrin kuptim. Ndonjëherë kjo ndodh përmes një bisede të sinqertë, një informacioni që arrin në momentin e duhur ose një situate që na bën të shohim realitetin ndryshe nga më parë. Astrologjia sugjeron se disa periudha krijojnë energji që zbulojnë të vërteta që më parë nuk i kemi parë qartë. Kjo nuk është domosdoshmërisht diçka negative. Shpesh është një moment qartësie që na ndihmon të kuptojmë më mirë njerëzit, situatat dhe drejtimin që duhet të marrim. Për disa shenja të zodiakut, kjo periudhë mund të sjellë pikërisht një moment të tillë, një e vërtetë që del në dritë dhe që ndryshon mënyrën se si shohin një situatë të rëndësishme. Demi. Energjia e kësaj periudhe mund të sjellë një moment ku disa gjëra që kanë qenë të paqarta fillojnë të bëhen më të kuptueshme. Një situatë që lidhet me një marrëdhënie ose me një plan personal mund të bëjë të reflektosh më thellë për disa zgjedhje që ke bërë kohët e fundit. Një bisedë e papritur ose një informacion që arrin në momentin e duhur mund të të ndihmojë të kuptosh një detaj që më parë nuk e kishe vënë re. Astrologjia sugjeron se ky moment qartësie mund të të ndihmojë të marrësh një vendim më të sigurt për hapat që vijnë. Nëse analizon situatën me qetësi dhe pa reaguar menjëherë, mund të kuptosh se kjo e vërtet nuk është një pengesë, por një mundësi për të krijuar më shumë stabilitet në jetën tënde. Luani. Disa situata që lidhen me ambicjet personale ose me një projekt të rëndësishëm mund të marrin një kuptim të ri gjatë kësaj periudhe. Një moment reflektimi mund të bëjë të kuptosh se disa gjëra nuk janë ashtu siç i kishe imagjinuar në fillim. Energjia astrologjike sugjeron se një informacion ose një bisedë e sinqertë mund të tregojë një perspektivë të re për një plan që ke në mendje. Kjo mund të jetë një mundësi për të rishikuar drejtimin dhe për të bërë një zgjedhje më të qartë për të ardhmen. Nëse e sheh këtë moment si një mundësi për të mësuar dhe për të përmirësuar strategjinë, mund të kuptosh se kjo e vërtet mund të të ndihmojë të ndërtosh një drejtim më të fortë për planet e tua. Akrepi. Intuita e kësaj shenje është shpesh shumë e fortë dhe mund të ndihmojë për të kuptuar disa situata më shpejt se zakonisht. Kjo periudhë mund të sjellë një moment ku një situatë që ka qenë e paqartë fillon të zbulohet më hapur. Një bisedë ose një informacion i papritur mund të bëjë të kuptosh një aspekt të rëndësishëm të një marrëdhënieje ose një projekti. Astrologjia sugjeron se ky moment qartësie mund të ndihmojë të marrësh një vendim më të fortë për të ardhmen. Nëse i kushton vëmendje sinjaleve që shfaqen dhe nuk e injoron këtë moment reflektimi, mund të kuptosh se kjo e vërtet është një hap drejt një drejtimi më të qartë në jetën tënde. Ujori. Energjia e kësaj periudhe mund të shtyjë të reflektosh për disa ide ose plane që ke pasur prej kohësh në mendje. Një situatë që ndodh papritur mund të bëjë të kuptosh se disa gjëra kanë nevojë për një qasje tjetër nga ajo që kishe menduar më parë. Një informacion ose një këndvështrim i ri mund të ndihmojë të shohësh një mundësi që nuk e kishe konsideruar më parë. Astrologjia sugjeron se kjo e vërtet mund të jetë një moment zgjimi që të ndihmon të ndryshosh mënyrën se si e sheh një plan të rëndësishëm. Nëse je i hapur ndaj kësaj perspektive të re, mund të kuptosh se ky moment qartësie mund të hapë një drejtim më interesant për të ardhmen. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe na thuaj mendimin tënd. Për këtë video, shkruaj në koment fjalën e vërteta nëse mendon se kjo periudhë mund të zbulojë një sinjal të rëndësishëm për ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.